Këngëtarja e njohur e Dona Lalloshi ka shënuar një rezultat të rëndësishëm në zgjedhjet qendrore të mbajtura në dhjetor 2025, duke u renditur e 16-a me radhë në listën e VV-s për nga numri i votave, një pozicionim që ka tërhequr vëmendje të madhe në skenën politike dhe publike. Sipas të rezultateve zyrtare, Dona Lalloshi ka marrë 35.973 vota deri më tani, duke lënë pas një sër figurash të njohura politike dhe ministra aktual të lëvizjes vetëvendosje. Renditja e saj vjen para disa emrave të dëshmuar të VV-s, si Fitore Pacolli, Dimal Basha, Agim Bahtiri, Adriana Matoshi e Sali Zyba. Ajo ka lënë prapa me vota edhe ministrat në detyrë, si Artane Rizvanolli Berisha, që ka marrë mbi 24.000 vota, Arbërien Agavci me mbi 22.000 vota dhe Rozeta Ajdari me mbi 18.000 vota. Lista kryesohet nga Albin Kurti me 357.312 vota, deri më tani, i ndjekur nga Glauko Njufca me mbi 277.000 vota dhe Albulena Axhiu me mbi 147.000, ndërsa pozicioni i 16 i Dona Lalloshit e vendos atë në mesin e figurave më të votuara të këtyre zgjedhjeve, përpara shumë politikanëve me përvojë të gjatë institucionale. Rezultati i saj shihet si dëshmi e mbështetjes së gjerë qytetare dhe e ndikimit që ajo gëzon përtej skenës muzikore, duke reflektuar besimin e elektoratit në figura publike me profil të fortë shoqëror dhe kulturor. Përkrahasit e saj e kanë cilësuar këtë renditje si një sukses të madh personal dhe politik, duke theksuar se votat e marra tregojnë një lidhje të drejtë për drejtë me qytetarët.